Këshilli i Mandateve shqyrtoi kërkesën e prokurisë së posaçme për të arrestuar Belinda Ballukun. Megjithatë, Këshilli i Mandateve nuk doli në një vendimmarrje dhe shtyu mbledhje në një kohë të pacaktuar. Për të folur për këtë proces kam të ftuar në një lidhje direkte Erges Eskiun, aktivist. Zoti Eskiu, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi. Zoti Eskiu, si e pat procesin e djeshëm, pra që Këshilli i Mandateve nuk doli me një vendim lidhur me kërkesën e prokurisë së posaçme ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku? Frikë edhe ç'organizim. E para është frikë sepse po fshehin gjithë dosjen e prokurorisë, që të mos u japin deputetët, mos dalin detaje të reja se sa i implikuar është Edi Rama, dhe ç'organizim sepse Rama vetë nuk është i sigurt se çfarë do bëj. Di vetëm që Belinda nëse e lëshon është radha e Ramës, Belinda do flasi, edhe Rama thjesht po fiton kohë. Pra, e shikoj në pozitën më të vështirë në këto 25 vite, 27 vite në fakt karrierë politike që ka Edi Rama. U bën 27 vite që Rama ka hipur në pushtet, që ditën e parë, ministër kulture, dhe sot është ditë më të keqe. Dhe thash, e shikoj komplet që organizuar është sepse po të vini re, Niko Peleshi e mbylli seancën dhe tha do kthehemi pas pak. Kur u kthye prap nuk mori vendim. Për herë të parë që nuk paralajmërohet se kur është seanca e radhës. Pra kur do diskutojnë për të marrë një vendim, i hiqet apo si hiqet mandati zëvendës kryeministres, pra i hiqet imuniteti apo jo. Dhe kjo nuk ka ndodhur në rastin e zotit Berisha. Është dhënë për një herë dhe nuk kanë pasur siklet as Taulant Balla, as Linda Nikolla, as Edi Rama për detajet që kishte sjell prokuroria aty. Tek Sali Berisha nxituan për një herë të hiqin imunitetin dhe të arrestonin, sepse duhesh arrestuar Sali Berisha, sepse duhesh grabitur mandati 4 për Edi Ramën. Nëse në këtë rast shty vetëm që të fitojnë kohë, vetëm që të krijoj Rama mundësinë e azilit politik. Por që Rama s'ka prit ta dalë, sepse ka shkuar shumë larg, ka shkelur shumë vjet kuqe. Përveç se është i zhytur thellësisht në korrupsion, përveç se është kreu i organizatës kriminale, por është zhytur edhe në narkotrafik. Pra bosi i drogës së Shqipërisë Edi Rama. Mediat ndërkombëtare, mediat amerikane thonë që përfituesi kryesor nga burimet që ne kemi marrë është Edi Rama nga narkotrafiku. Të gjithë trafikantët e tjerë, gjithë familjet e drogës, e trafiku drogës në Shqipëri, dorëzojnë pjesën më të madhe tek Edi Rama. Përfituesi kryesor është Edi Rama. Këta gjithë janë punëtorë të Edi Ramës. Pastaj ka cënuar sigurinë e NATO-s dhe të Amerikës, sepse te Akshi nuk janë vjedhur vetëm të dhënat e shqiptarëve, janë vjedhur çdo e dhënë. Që ka cënuar dhe sigurinë e NATO-s. Tjetra ka korruptuar shefin e FBI-s, e ka ekspozuar brishtësinë ose e ka ekspozuar sigurinë amerikane para gjithë botës që kur e korrupton një vend i vogël si Shqipëria, që është pothuajse i parëndësishëm për fuqitë e mëdha, është si thua një qytet, një lagje e Kinës. Çfarë mund të bëj Kina, çfarë mund të bëj Rusia përballë Shtetet Bashkuara të Amerikës për të korruptuar shefat e agjensive. Pra, Rama ka kaluar çdo limit, ka kaluar çdo vit kuqe dhe unë e shikoj tash prej kohësh, të paktën që nga qershori, që mori një jo të prerë nga presidenti Trump, i cili po kërkon azil politik. Dhe kjo është thjesht për të fituar kohë. Njëkohësisht, Rama ka të qartë që sa më shumë të zgjasë, aq më shumë të skritohet edhe para opinionit publik. Dhe socialistët, kur të dalë emri Ramës për të arrestuar, nuk do ngrihen për ta mbështetur. Do thonë ik qerou sepse qenë kryeja i dut. Pra, i paaft për të marrë vendim, për ta shkarkuar Belinda Ballukun, sepse Belinda i ka thënë do të marrë me vete dhe po reziston. Pra edhe dy mbrëmje më parë, ditën e enjte, 22:20, Belinda i ka shkuar në zyrë prap, i ka thënë mos guxo të më lëshosh. Sepse Belinda mendon se duke qenë jashtë mund të prishi provat, mund të intimidoj dëshmitarët, mundet që të korruptoj nesër në gjykatën e lartë, por prova ka pafund. Belinda nuk i shpëton burgut. Belinda ndoshta do të shpërtoj një pjesë të madhe të pasurisë. Deri tani ka dalë 20 milion euro në Izrael dhe në Zvicër. Bëhet fjalë që kanë dalë 300 apartamente, 2 jahte. Është një pasuri
prallore, po është e çmendur sepse nuk është se ka shpikur Belinda diçka, ka prodhuar diçka dhe e ka pasurinë e saj që mund ta gëzonte. Vetëm ka vjedhur. Dhe kur ka Belinda gjithë të pasuri, imagjinoni Ramën që është përfituesi kryesor, qoftë i drogës, qoftë i tenderave, qoftë i ilaçeve, sepse kompanitë farmaceutike serioze ndërkombëtare janë larguar të gjitha. Te nafta, ne sot në pasqyrat shtetërore, të tin taksave, ne konsumojmë më pak karburant se Kosova, pa është e mundur kjo? Jo, sepse gjysma e konsumit karburanteve sot është në të zezë. Te lojët e fatit është prapë Edi Rama. Shtetit i mungojnë $200 milion vetëm nga lojët e fatit. Lojët e fatit janë hapur. Ne e dim që vazhdojnë vjen baste, qoftë në Tiranë, qoftë në fshatet më të largët të Shqipërisë. Vjen online. Dhe kush i merr të taksat 200 milion që do të shkonte në buxhetin e shtetit? E merr Edi Rama me Olsin. Pra, kur thash Belinda akuzohet për $2 miliard nga Arben Ahmetaj, imagjinoni tash se sa shkon Edi Rama. Nuk dua të spekuloj, por shkon me $10 miliarda që i ka vjedhur këtij vendi. Dhe thash vetëm po fiton kohë. Është në panik, është shumë keq, gjithë socialistët po e kuptojnë. Se unë shikoj një entuziazëm shumë të madh të demokratët, po socialistët po e kuptojnë që ky person është i zhytur kokë këmbë në krim e korrupsion. Zoti Skiu, pse u hezitua nga Këshilli i Mandateve nga ana e mazhorancës që t'ju jepej USB-ja me prova me 15.000 faqe, siç edhe ka dalë nga prokuroria deputetëve të opozitës? Është çmenduri. Prokuroria ka thënë që t'i shikojnë deputetët, jo t'i mbajtë të kyçura Niko Peleshi. Por mendohet dhe ka të dhëna që aty janë 100 fisha që kanë dalë dhe që implikojnë direkt Edi Ramën. Pra këta thjesht po fitojnë kohën që mos informohet opinioni publik për sa i zhytur është Edi Rama, po e zgjasin, ndërkohë që nuk kanë vepruar thashë të tjera kështu. Është vetëm tentativa e dëshpëruar për të fituar kohë. E din që nuk shpëtojnë. E din që dhe Taulant Ballë do shkojnë pa ekurave. Ndoshta edhe Niko Peleshi vet, sepse janë të gjithë të zhytur në krim. Por thash, është absurde, unë kam pushtetin dhe unë nuk ta jap. Prokuroria ka shkuar aty, ka thënë, na duhet me urgjencë të arrestojmë, sepse kemi prova nga investigime speciale që Belinda Balluku po kërcënon dhe po intimidon njerëz. Na duhet të arrestojmë të person. Dhe Nikua, me urdhër të Ramës, thotë që jo, do presim, s'kemi nxitim, e çojmë për datën 19 janar, ndoshta edhe ta shtymë me janarin, ta çojmë për shkurt. Sepse thash, aty nuk është vetëm Belinda ka mbaruar punë. Aty është Edi Rama. Dhe që të mos i merrte provat Gaz Bardi, Genc Razimiri dhe deputetët e opozitës, duhet i mbaj Niko Peleshi aty që të mos precipitoj për njerëz, sepse këta vazhdojnë të vjedhin. Pra 2 ditë më parë, 3 ditë më parë nga sot, Rama ka disbursuar dhe 25 milion euro të fundit për kunatin e vet. Baxhanakun, çka ka? Domethënë, ishte një tender te Akshi që nuk prodhoi asnjë gjë. Kina me 6 milion euro ka bërë investime në inteligjencë artificiale. Ne kemi 75 milion euro që ka marrë kunati i Lindës dhe nuk kemi as edhe një, përveç Akshit, përveç i Albanias nuk ka Shqipëria asnjë teknologji. Asnjë gjë nuk ka avancuar në zhvillim teknologjik në inteligjencë artificiale e Shqipëria, dhe pse janë paguar 75 milion euro te ky tender i fundit që Rama 25 milionë në fund ja kaloi. Ja kaloi sepse pret që prokuroria ta bllokoi Akshin dhe që mos ngjireshin lekët pa vjedhur, ja hodhi shpejt e shpejt. Kështu që e gjitha tash është një organizat kriminal. Këta njerëz nuk janë politikan normal, nuk janë njerëz normal. Ata kanë shkuar me qëllim aty vetëm për të vjedhur dhe vazhdojnë vjedhin. Vazhdojnë vjedhin dhe njerëzit i pengon pa kjo perdja e politikanit, që nuk arrin ta kuptojnë se sa hajdut ordiner janë këta. Thash,
po fitojnë kohë që të marrin maksimumin e parave, të marrin maksimumin e vjedhjeve, sepse nuk kanë punora si ditë të vetme. Bëhet fjalë që janë mbi 700 milion euro të akshi që janë vjedhur. Arben Ahmeti thotë kopshti privat. Kopshti privat i Tiranës. Dhe vetëm kjo është shpjegimi logjik. Këta duan të vjedhin maksimumin dhe to ditë që u kanë ngelur. Domethënë nuk e ka prokuroria thotë i jepni deputetëve dhe më jepni Belinda Ballukun ta arrestoj. Këta vazhdojnë ta mbajnë akoma. Qëllimi është ta shpitojnë kohë të vjedhin. Çfarë mesazhi ishte që ndërkohë ishte parashikuar që të mbajë mbledhja e Këshillit Mandateve, në të njëjtën orë Rama mbledhi qeverinë ku Balluku zgjodhi të mos shkonte vetë përballej me prokurorë dhe me Këshillin Mandateve, po zgjodhi që të qëndronte në kryeministri. Pra ishte ndonjë mesazh i koduar kjo për Spakun ose për gjithë opinionin publik? Rama do t'rregojë që ne është që organizuar. Njerë thotë s'kemi punë me drejtësinë, nuk merrem me drejtësinë, nuk e komentojnë drejtësinë, pastaj do të komentojmë drejtësinë. Edhe në këtë rast, Rama do t'rregojë që unë nuk merrem me drejtësinë, ata vazhdojnë punën e vet, deputetët janë të pavarur që të marrin vendimet e tyre. Do t'rregojë që e ka situatën nën kontroll. Dhe mesazhin e ka dhënë ai që mos e prekni Ballukun se prekem unë, jo se preket qeveria. Thjesht unë shikoj një tentativë të dëshpëruar të Ramës, sepse po të shikoni, ishte në opinion ditën e njëjtë dhe ishte një intervistë e cila nuk ishte live. Ishte bërë para disa ditë doli të njëjtën dhe fliste Rama për refleksionet. Pra, në këtë linjë shkon që do të tregoj që ka situatën nën kontroll dhe shiqet, do që të mbaj bazën e militantëve, që kur t'i thirret emri për arrest ose për pyetje, ti ngrej siç e ngriti rastin e Viliajt. E gjitha është kjo një lojë për të krijuar perceptimin publik. Sa më shumë që Rama e zgjat, edhe sa më shumë figura i bien, opinioni publik bëhet gati për ta lëshuar Edi Ramën ose për ta kundërshtuar Edi Ramën. Ndërsa Rama po tenton të tregojë që unë jam i qetë, unë s'kam asnjë gjë, dhe unë vazhdoj punët e mia, do vazhdon puna e qeverisë. Thjesht është një mesazh i koduar për të krijuar qetësi tek militantët, por që thash nuk ka për të dalë, sepse është diskredituar në atë pikë që nuk e shpëton me asnjë gjë. Apo i jep efektet kontrata e lobimit e nënshkruar disa muaj më përpara mes Flamur Nokës dhe po themi Shtetet Bashkuara të Amerikës, një kompani lobimi që vepron atje. Spaku ka nisur një revansh ndaj zyrtarëve të lartë, të cilët janë të përfshirë në korrupsion dhe siç edhe thuhet lart e poshtë edhe në ambientin mediatik, forca e Spakut buron dhe vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, a ishte lasivita, po themi, një zgjedhje e dur dhe apo hakmerret lasivita për atë çfarë u tallë Rama që i thoshte latif. Që tani se nga e fundit, nuk është se janë njerëz kaq të vegjël të merren me diskutime ose me ofendime që mund të bëjë një person i cili është personazh komik gjatë gjithë kohës në arenën ndërkombëtare. Pra ky shkonte tregonte Barcelona gjoja do kënaqte Merkelin. Shkone bën shaka gjoja me Macronin, por është thjesht një person me cilin ata mund të qeshin, por jo se e marrin seriozisht. Dhe një person kaq i vogël, kaq i parëndësishëm si Edi Rama, nuk mund të ngelet apo të kalojë në orbitën e zotit Trump apo të zotit Lasivita. Zoti Berisha kur është pyetur për të kontratë para 1 apo 2 javësh, mos gaboj, ka thënë që nuk e di a vazhdon apo jo kontrata. Pra edhe unë nuk të them dot a vazhdon lobimi i Partisë Demokratike me zotin Lasivita apo jo. Por unë shikoj që po ndryshon në gjithë botën. Nuk është se ka vetëm ndryshime në Shqipëri. Sepse qeveria e Kurti nuk ka bërë lobim te presidenti Trump, i cili dje shpalli dekret dhe tha që Kosova është prioritet. Dhe domethënë po urdhëron Beogradin që të njohë de facto edhe de jure Kosovën. Po i kërkon gjithë Europës që të ndjeki vijën e tij ideologjike. Kjo nuk është se po merret vetëm me Shqipërinë, po detyron Maduron të largohet nga Venezuela, pra ta braktisi pushtetin, ta lëshoj qeverinë. Nuk është sepse thash ka një natë Ramën apo ka bërë Rama ndërhyrjen në fushat elektorale qoftë në 2016, qoftë sot 2015, dhe zoti 2016 më fal.
Dhe zoti Trump tash po akmerit ndaj Ramës. Kto janë thjesht alibit e Ramës që kur të kërkoj azil politik, thoj që po ma bën Trumpi për inat ose lasivitaja sepse unë kam bër humor me këta dhe ata kanë marrë seriozisht. Nuk mendoj që është thjesht kontratë lobimi, është diçka shumë e madhe. Domethënë shkon përtej se kontrata e lobimit ka një vlerë caktuar që është e papërfillshme për zoti Lasivita apo për zotin Trump. Dhe prap, nuk është se vjen nga Lasivitaja kjo që, është nga presidenca amerikane. Kur i kërkon Europës që të kthehen tek shtetet kombe, që të ndalojnë emigracionin masiv, që të shikojnë sigurinë kombëtare. Nuk është vetëm një gjë kaq e vogël që do merrem me një lagje të New Yorkut. Më kupton? Është përtej. Është ideologjike dhe për më tepër që këtu është Sorosi që ka jashtëzakonisht shumë influencë dhe ka një fond që gjeneron vazhdimisht të ardhurat shumë të larta për Sorosin. Pra duke kputur fjetë Sorosin në gjithë botën, edhe Shqipëria që i dëm kolateral për Ramën, sepse Sorosi këtu fiton miliarda dollarë çdo vit. Edhe për të prerë burimet e Sorosit do të goditur njerëzit e Sorosit. Njerëzit që e financojnë Sorosin, ose që e ushqejnë Sorosin me para. Nuk është thjesht kontratë lobimi, në mendimin tim. Si e mendoni të ardhmen e kësaj qeverie? Punë ditësh bie. Punë ditësh. Punë javësh do bjeri. Praktikisht është e rënë. Praktikisht qeveria është e rënë, thjesht po qëndron në këmbë me makinacione, me zvaritje, me tentativa për grush shteti, që u bën Edi Rama, por që praktikisht kjo qeveri është e rënë. Thjesht Rama thash po fiton kohë për të arritur që mos shkojnë në burg, sepse Rama është karakter shumë i dobët. Rama është një personalitet shumë i dobët sepse të tillë janë të gjithë njerëzit që konsumojnë drogë. Dhe një person thash që konsumon substanca psikotrope, nuk e menaxhon dot veten. Dhe Rama nuk e mban dot burgun. Kjo Ramën e smeron. Madje subkonscienca e Ramës tregon vetë këtë gjë që se mban dot burgun, sepse është i dobët. Dhe shkoi në Hag, gjoja për Rashid Thaçin po shkoi për të parë burgun. Sepse ky ka bërë krime kundër njerëzimit edhe në Shqipëri. Jo vetëm me financa, po ka shpopulluar vendin. Ka përzën 1.1 milion shqiptar. Ata të sëmurët, të onkologjiku, që nuk kanë ilaçe, që e marrin kimioterapinë karige. Këto janë krime kundër njerëzimit. Nuk Rama thash kur shkoi atij shkoi për të parë burgun për veten e vet, nuk është se shkoi për Hashimin. Donte politik me Hashimin, që të shmangte debatin e brendshëm e çon që unë thot po ndihmoj Kosovën për të hequr sanksionet, ndërkohë që ky vuri i pari sanksionet Kosovës. Sa po u diskutua që mund të vendosim sanksionet Kosovës, ky doli dhe i vuri sanksionet Kosovës para Serbisë, para Vučićit. Pra ky është një mashtrues nga fillimi deri në fund. Pra qeveria e rënë, është thjesht zgjatje agonie për Edi Ramën. Zoti Skiu, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësi gjithmonë për mua.